Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka bërë të ditur se rreshjet e ditëve të fundit kanë shkaktuar vërshime në disa qytete të vendit, kryesisht në pjesën perëndimore. Sipas institutit, theksohet se rreshjet e pandërprera të shiut gjatë ditëve të vende si Gjakova Juniku, Deçani, Malisheva, Rahoveci dhe Klina kanë bërë që lumenjtë dhe përrinjtë të dalin nga shtretërit e tyre. Këto rreshje me intervale dhe intensitet të ndryshëm pritet të vazhdojnë edhe gjatë ditëve në vijim, duke mundësuar paraqitjen e vërshimeve lokale, problemeve në lëvizje si dhe sistemin e kanalizimeve dhe vështirësi në trafik, thuhet në njoftimin e institutit. Ndër të tjera theksohet se lumenjtë kryesor të vendit si Ibri, Sitnica, Lepenci, Morava e Binçës kanë ngritje të lehtë të nivelit të ujit. Kompania rajonale ujësjellësit Mitrovica ka bërë të ditur se ka ndërprerje përkohësisht të furnizimit me ujë për shkak të ngritjes së nivelit të lartë të turbullueshmërisë në kanalin e Ibër-Lepencit. Kjo mas pa ndërprerje për të garantuar sigurinë dhe cilësinë e ujit të pijes në përputhje me standarde teknike dhe shëndetësore në fuqi. Ngjashëm për reduktime me furnizim me ujë ka njoftuar edhe në Prishtinë dhe Fushë Kosovë, Drenasi, Obiliqi dhe një pjesë e lagjes Kalabria e Prishtinës. Në rrjetet sociale, banorë, zyrtarë komunal dhe mediat lokale të qyteteve të ndryshme kanë publikuar foto e video që tregojnë përmbytjet. Kryetari i komunës së Skënderas, Samil Ushtaku, ka publikuar disa foto nga vizitat e tij në lagjet e përmbytura dhe ka thënë se ekipet e emergjencës kanë qenë të angazhuar në terren që nga mesnata.